Zoti Kapri. Sa I përket një deklarate të jo vetëm të papërgjeshme, por indinjuese dhe të rëndë të një anëtare të qeverisë së Serbisë, reagimi I qeverisë shqiptare ka qenë në kohë, adekuat nga Ministria e Jashtme, në mënyrë të menjëhershme. Ndërkohë, këto janë çështje që nuk adresohen me karagjozllëk diletantësh politik, por janë çështje të një rëndësie kombëtare, që nuk mund tallemi për një aspekt procedural, që një kadet I ri në Kuvendin e Shqipërisë kujton se mund të marrë vëmendje politike. Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Nuk kemi ne karagjos si puna jote. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga Ministri I Jashtëm, e kemi mbajtur në nivel politik. Kam nderin të jem kryetari I këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje, me që u bëm si kalamajt e kopshit këtu që duhet të themi kush ka reaguar, ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë, në emër të këtij grupi parlamentar, bashkë me ata që ke në atë kafazin tënd politik, dhe natyrshëm ky akt I dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me të cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian, në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria kur reagon Përfundoni, lutem. Por reagon bashkë me aleatët e vet. Dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë. Sa I përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë, sepse Edi Rama është I vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, I cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mes Beogradit dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmi në Bruksel, edhe në Beograd në tetor të vitit 2014, që Kosova është shtet I pavarur dhe Shqipëria mbështet fuqimisht, jo vetëm e ka mbështetur pavarësinë, sot mbështesim fuqimisht antarësimin e Kosovës në NATO, antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Faleminderit.